Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni. Të më falni se kemi një problem gjithmonë. Nuk kemi internet, po flas me internetin e makinës time. Të dashur shqiptar kudo që ndodheni, ju përshëndes nga Tirania. I përshëndes shqiptarët e Kosovës, të Malit të Zi, të Maqedonisë. I përshëndes shqiptarët e Amerikës, u them mirëmëngjesni shqiptarët e Amerikës kudo që ndodhen. Po ashtu, mi se i gjeta shqiptarët e Tiranisë, të Tiranës brenda, akoma janë gjumë. Të dashur shqiptarë, erdhi koha e realitetit, erdhi koha e shqiptarëve kudo që ndodhen në botë. Pavarësisht të dashur shqiptar, thashe themet, ka filluar gjykata e posaçme, janë mbledhur po ata njerëz që i ka zgjedh Sali Berisha dhe Edi Rama. E kam fjalën që i kanë zgjedhur këta mizat e kalit dhe mundohen që t'i lirojnë nga burgu për një kohë derisa të marrin dënimin e merituar. Po këta kotsa mundohen dashur shqiptar, për arsye se ata jo vetëm që duhet të jenë në burgjet, po duhet të jenë të lidhur këmbë me duar dhe pa dalë mirë në gjyq duhet të jenë duke punuar. Pra, shqiptarët e mi, kudo që ndodheni, kudo që jeni, ka ardhur koha e realitetit. Ka ardhur koha e gjithë shqiptarëve të burgosen. Unë mund të flas jo tepër se 5-6 minuta, për arsye se do dalë në orën 6 në TV Shpresë. Nëse nuk do kemi një internet, do të tyrohem të dashur shqiptar përsëri të ve internetin tim që e kam me anë e satelitit. Këta po gjenë pengesën më të madhe. Minutën e fundit edhe gjarprin kur e vret nga koka, fillon Elvis Bishti. Shqiptar, si që kam thënë, ka kohë që këta vendin e kanë pak në burg. Dhe këta do të jenë të lumtur që të arrestohen sa më parë nga këta gjyqtar e nga këta prokuror që janë me diploma të plepit. Këta janë me diploma të plepit shqiptarët e mi. Këta janë njerëz vërtet quhen gjyqtar i pash dhe të gjithë me reshti ishin aty në këmbë, sepse u ka ardhur koha dhe atyre. Këta nuk do të lirojnë dot me shqiptar. Këta nuk do t'i mbrojnë me pasurit. Unë po sa erdha nga misioni, kam erdhur sot dhe po dalë përsëri në orën 1:30 për shqiptarët e mi. Dashur shqiptar, ajo është vendosur si që ka thënë Shqipëria me kufi natyror. Kudo që të venë, ta nuk kanë më ku venë. Rruga e tyre, vendi tyre është vetëm burg dhe burg, si që kam thënë gjithmonë, të lidhur duart e këmbët, të pastrojnë pislëqet e tyre që kanë ndyrë Shqipërinë. E kanë ndyrë si emër, sepse shqiptarët janë të aftë të zgjuar. Janë shpërndarë në të gjithë botën. Kam takuar disa shqiptarë që janë jashtë, janë me tregti, kanë restorante, kanë biznis, duan të kthehen në vendin e tyre, po janë të zhgënjur. Të dashur shqiptar janë të zhgënjur. Sepse këtu kanë filluar vetëm gënjejnë, mashtrojnë njëri tjetrin, dalin që në mëngjes me sy palar, vetëm si të mashtrojnë njëri tjetrin. Por erdhi koha e realitetit, ka 35 vjet me diktaturë, me vjedhje, me shitje prona private të pronarëve të ligjshëm dhe me shitje prona kombëtare. Shqiptar, si që kam thënë gjithmonë, nuk do ketë të huaj të ketë më pasurinë në tokën e shqiptarëve. Kjo tokë është e larë me gjak, me shekuj dhe këto dekadat e fundit. Shqiptarët janë të shtypur, edhe slevrit kanë patur liri, kurse shqiptarët janë pa liri.
Për arsye se nuk i len as të mbjellën fruta, as zarzavate, as dritë. Qëllimisht që t'i sjellën nga jashtë, nga serbët, nga grekët, nga bullgarët, nga rumunët, t'i sjellën këtu ushqime të skaduara pe vite, sidomos ilaçe të skaduara pe disa vite, e kam hallë edhe pe dekadës. Qëllimisht për të smurur shqiptarët, për të deformuar trupin e shqiptarëve, që janë mbushur spitalet plot e përplot. Këta minutat e fundit, si që thash, gjarprin kuri e shtyp, e lëvise dhe bishti, mendon se është gjallë akoma shëndër. Të njëjtit këta. Unë nuk kam thënë që në fillim, ambasadorët e Amerikës në Tiranë e bën atë që dushe programin për të eliminuar të dyja partitë. Pra, erdhi realiteti, sepse shqiptarët nuk besonin përpara se PD-ja ishte, mendonin shqiptarët nga bashkëtrimi që kishin, që gjoja ishte Parti Demokrate dhe partia tjetër e nanos qushe Partia Socialiste. Ato janë ti shpretke, ti gjaku, janë familjet më të ulta që ka patur histori e Shqipërisë, janë fytyrat më të deformuara që ka patur kombi Shqipërisë. Njerëzit që e kanë coptuar Shqipërinë, e kanë deformuar moshën e pensionit. Tallën me pensionistët, u japin nga $80 shumë $100 në muaj. I kanë deformuar 3 shtyllat kryesore që mbahet një vend: policin, pensionin, arsimin. Të trija këto i kanë eliminuar, sidomos arsimin e kanë bërë qëllimisht për të eliminuar kulturën, shpresën e ardhshme që t'jenë ministra, presidenta edhe ambasador. Pra, eliminuan, kanë arritur ndajnë familjen burrin nga gruaja, pa motrën me vllain kanë 35 vjetë që i kanë darë. U kanë futur shërë, sidomos kur e futën, tamam si sot që dalën këta gjyqtarët e posaçëm dhe gjuajtur, dalën bën dhe 7.500 njëshë. E bën qëllimisht për interesat të tyre, për të marrë pronat e pronarëve të lishëm, për të shitur pronat në ministrat dhe kryeministrat e Evropës, për të bërë vila ata dhe hotele, kurse shqiptarët në këtë vend që kanë luftuar gjyshrit e tyre dhe sërgjyshit dhe nuk shohin një ditë të parë të vend edhe për plazh 2 javë, po i kanë zaptuar me karrike duke paguar $20-30 për një ambrell. Sidomos, unë e thash kohën e fundit para se të ikje me mision, pash 2 kilometra e gjysmë që vend vetëm ushtarakët gjoja dhe deputetët e Shqipërisë. Rrugaqëria ka zënë 2 kilometra e gjysmë, vendi më të bukur të Durrësit. Unë nuk kam thënë Dursakli dhe gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhe, kur të hapet këto ditë, plazhi, thyeni atë gardhin, vi unë bashkë me ju, përpara jush, të thyeni gardhin dhe është shqiptarëve e jo e atyre të palarëve. Ta duhet pastruar dhe rrarë aty 1 metro thellë për të hequr pislleqjet e tyre për 35 vjetë që lahen e kanë hedhur djersën e atyre, djersën të palarëve, djersën e agentëve, djersën e spionëve, djersën e mizave të kalit. Shqiptarë, mos dëgjoni se shtonë, unë nuk kam bërë thirrje ejani sa më parë, ejani për të zënë vendi, ejani për të bërë ambasador, ejani për të bërë kryetar bashkie, ejani për të bërë kryetar komune, për të bërë 80 deputet e 41 senator, pamarësisht. Se Edi Rama thot 101, Berisha thot 100. Pra të dyja partitë dashur shqiptar i bën natë gjendje që t'i shihni vetë të rrihen njëri me tjetrin. Ju e patë edhe vetë. Një demokraci reale, kur del për kryetar partie, kur mbaron 4 vjet, del
dalën 3-4 të rinj intelektual, shpresa e ardhshme, votojnë dhe kush fiton. Ja pra, që deri dje thoshit disa mendje letë, thoshin që PD-ja është vërtet demokrat, e patë edhe vetë. E hunë disa veta, po Saliu u tha jo. Demokracia, tha Saliu, është tjetë Saliu kryetar. Pra arsye dashur shqiptar se erdhi fundi. Saliu nuk është budalla. Saliu e di. E di se ashtu si që mori partin më 90, jo 91, e ka marrë më 90 në nëntor të 23, a ishë bërë kryetar që unë e kam shpallur para në hotel edhe në TV, më falin, në televizorin shqiptar. Vetëm ai ishte në atë kohë në 10. Po ashtu dhe në oprat, në palatin e oprave, kam thënë që Saliu do t'jetë kryetari i partisë, Nanua do t'jetë i partisë socialiste, e të tjerë, Gjenushi, Ceka dhe Sabrigotua. Pra, Berisha u caktua qahere u emrua kryetari i partisë të quajtur demokrate dhe në 92-shin duhet ishte president, pra arsye se ishte e zgjedhur, ashtu ishte programi dashur shqiptar. Por erdhi fundi, s'kan më kuven. Ashtu si që muar duke vjedhur, ashtu si që muar të turpruar, ju ishini vetë si janë në përburje. Prap të dashur shqiptar, burgjet pamarësi se ju e pat Ilir Metën në atë gjendje, po këtu burgjet i kanë vete pa flok besh me flok, vete me hund të shtypur besh me një hund të drejt. Do me thënë i kanë këthyër burgjet tamam si kur është në pushim. Do me dhe shkon, bën edhe plazh, bëhet e boksir, pra dashur shqiptar, Shqipërinë e kanë coptuar për 35 vjet, 46 vjet me regjim sërb dhe 35 vjet me regjim sërb, grek, francez. Pse e them këto emra? Sepse këta i kanë emruar dashur shqiptar. Këta i kanë emruar dhe i kanë cilësuar milioner. Janë 5-6, si Manja me shok, e të tjerë, quhen milioner, ata nuk do kenë brek të dashur shqiptar. Ato pasuri i kini ju, unë u kam thënë dhe ju do t'i mini pasurit. Edhe një, mi varfër që është duke fshirë rrugët e Tiranës, do marri 2-3 hyrje. Kullat do t'i kthejmë në hyrje. Do të kenë vetëm shqiptarë. Sonte, unë do të them në orën 6. Por shtapur sot e dihet dashur shqiptar në për televizorët e tyre. Janë televizorët e tyre, janë gazetarët e tyre, të quajtur gazetarë analistë. A i shini si flasën nga Evropa e nga Amerika, që i kanë shpërdarë me milionerë. Shqiptarët e mi, nga televizori Klani, Fevziu, bëri një vizit në Amerikë, vajti në hotelet me nga 35 kate, janë të Edi Ramës, janë Sali Berishit, janë të këtyre dashur shqiptar, po do t'jenë tuaje. Çdo gjë ne shikojmë, çdo gjë do t'i marrën shqiptarë, 97% të shqiptarëve. Për këtë ishte unë me mision, unë ishe me mision për çështjen e Shqipërisë, edhe për çështjen kombëtare të Amerikës. Pra, të dashur shqiptar, si që kam thënë, është turpi botës që disa hiqen si patriot në Maqedoni edhe përmendën ne jemi shqiptar, thot, po të Maqedonisë të Veriut. Ke gabim o zotni. Ti je shqiptar i Maqedonisë të Aleksandrit, jo i Maqedonisë të Veriut, të Grekut. Ti je shqiptar i Kosovës, jo me atë flamur. Unë va kam thënë me kohë, po mos vunë këtë flamur të dashur shqiptar, nuk ka zgjedhje në Kosovë. Unë i përsërit, disa janë mjatë deputet që kanë qenë me UÇK, be unë i bashkë, ngrini këtë flamur
se erdhi koha e shqiptarëve, e jo koha e kooperativave dhe të bolshevikëve sërbë. Shqiptarët e Kosovës, ju u kanë bërë si slevër tirania, nuk u ka dhënë pasaportizimin që e keni kërkuar, që ju jeni shqiptar, stërgjyshi, po u kanë marrë dhe para edhe se u kanë bërë. Po ashtu dhe Maqedonisë Aleksandri. Jemi patriot, thëmë, foli nuk ishe në vetë aze emri në gojë, ka një 2 ditë, se ne jemi shqiptar të Maqedonisë të Veriut, po jo zotni, je shqiptar i Maqedonisë të Aleksandri, je shqiptar Dem Papademi, gjysë tërgjyshi, je shqiptar i Malit të Zi, i patriotëve, i princëve që kanë luftuar me sërbët për të çliruar Shqipërinë. Je shqiptar i Kosovës, që gjyshit tuaj kanë luftuar me shekull. Edhe në 99-ën luftuan dhe kanë rënë dëshmor si vëllezërit e Ramushit. Unë ju uroj djalit të dëshmorit të vllajt të Ramushit sukses në martesën, jetë të gjatë e të bësh një bukuri të madhe me Shqipërinë e kufimit natyror. Ytat luftovi për shruar Shqipërinë, pa marrësi se shton mizat e kalit tjerë për Ramushin, a ishtë familje patrioti, 2 vëllezër të vrarë për çështjen për të shpëtuar Shqipërinë. Pra, unë po lajmëroj që nga tirania që u ka shkatruar Kosovën, Maqedoninë dhe Malezi, edhe 35 vjet i ka bërë slev popullin shqiptar. Ju, nëse jeni patriot dhe keni luftuar me UÇK-n, merrni këtë flamur dhe ngrini në mes të Prishtinës, në çdo vend, në çdo zyrë që punon për shtetin, me çdo gjykat të mbahet ky flamur. Ai nuk është flamuri tuaj, ai flamuri me ngjyrë greke dhe me ngjyrë serbe. U kam thënë, keni 2 vjet, bëni zgjedhje, po thuajmë 3-4 muaj. Jo, nuk to keni nëse nuk ngrini flamur. E somos duhet i ngrini këta 2 flamur. Shpëtimi i kombit që e qirovi Kosovën, e qirovi ky flamuri me 50 shtete, që quhet USA, Amerika. Po ashtu, luftuan për krah dëshmorët që kanë ngelur të UÇK-s. Erdhi koha e juaj të UÇK-s. Duhet jetë flamuri e Shqiponjës së bashku dhe flamuri të tretë të bashkohen dhe flamuri UÇK-s. Sepse erdhën nga Shqipëria, nga Fieri, nga të 4 anë, nga Elbasani, nga Berati, erdhë për të shpëtuar Kosovën. Sepse Amerika e shpëtovi dashur shqiptar. Pra, erdhi koha e realitetit. Mos dëgjoni se shton mizat e kalit. Mizat e kalit janë të shpërndar kudo, në Kosovë, në Malzi, në Maqedoni. Mizat e kalit që kanë 35 vjet, që quhen gazetar, analist, ish oficer në Amerikë, në Evropë, në Gjermani, që dalën edhe flasën si do lirohen nga burgu, pse do lirohen? Sepse kanë hallë e tyre dashur shqiptar. Dhe këta parazitet janë shpërndarë në për Evropë, ne dim ku janë, ku ecën dhe çfarë bëjnë me parat e gjakut të shqiptarëve. Jo, erdhi koha e shqiptarëve. Për këtë dashur shqiptar, unë ju bëj thirrje. Ejani sa më parë, nuk kam më kohë. Koha ka mbaruar. Duhet ishim para 6 muaj në zyrat e reja. Por duhen njerëz që të bëjnë për 3 muaj zgjedhje të lira, të drejta, që s'janë bërë në Shqipëri për 100 vjet. S'janë bërë dashur shqiptar. Që kur ambasada amerikane që u bë në 1922, ambasadori i parë që erdhi në tokën e Shqipërisë, nuk janë bërë zgjedhje të lira, po me emrime e mbërqevritarë të sjell nga të huaj. Po jo erdhi koha e shqiptarëve, erdhi koha e të rinjve. Kam biseduar me shumë njerëz dashur shqiptar.
jashtë oqeanit dhe brenda të oqeanit, të Evropë, s'kudo. Mezi e presën ditën, më ka bërë përshtypje një djalë i ri dashur shqiptar. E kam takuar në aeroport. Është në Amerikë, kam tha 3 restoranta. S'është nevoja t'i zemi. Jam kuksian, tha. Djalë i ri, pra të ka kombi nevojë. A ishte shpresë e kombi. I vajtur në Amerikë për një kohë të shkurtër ka 3 restoranta. Kurse këtu ka frikë të vi, sepse ja marrën dhe ato para që i ka bërë bedjers me zotësi, sepse në Amerikë është porta e hapur dyer. Kush është i zoti përparon, kush është parazit gjelet rrugëve. Si disa të dërguar janë oficer, kanë hapur radio, televizor, në Amerikë do t'i shihni shumë shpejt, do t'i sjellën këtu edhe zvarr aty te Skënderbeu. Që u kanë marrë djesën tuaj, janë bërë si gazetarë, si analistë, punojnë si për radio, kanë marrë vila, kanë marrë hotele në Manhattan, New York, kudo. I dim ku janë të shqiptarëve. Pra, erdhi koha e të rinjve, erdhi koha ati djalit që takova në aeroport, djali i ri 30 e ca vjet. Bravo i qoftë. Pra, jam kuksian. Pra, Edi Rama në Kuks kërkon të marrë edhe kodrat edhe malet. O kuksian, gjyshit tuaj, së gjyshit tuaj, kanë luftuar me shpat në dorë kundra Sërbit. U vjen një psikopat i quajtur Edi Rama. E kërkon t'i marrë pasurit të dashur kuksian. Apo t'i bran? Jo. Është koha e shqiptarëve. Pasurit janë larë me gjak, janë blerë me flori, po janë larë me gjak, me shekuj e me shekuj. Duke luftuar e me Turkut 400 vjet. Duke luftuar me armit çekullor, kudo që janë. Edhe sot neve thënë, ti marrëm tokat e t'u japëm t'i quajtur oligark. Shqiptar, nuk ka oligark. Të cilësuar oligark. Edhe ata e din vetë, pamarësisht se kanë nga i makinë të mirë, kanë jetuar mirë në përvila, ta të quajtur oligark. Kanë vënë bark, por aman, edhe Ilir Meta, hypte maj hekurave, drishe për drishe, kishte raketa, me fuqishme se Amerika, vërtiste e thriste janë boksier, e patë si ishte. Kurse ju që kini vënë barë, që queni oligark, që u quajnë, e ju betë qefi, njërës pashkoll, njërës cop, ignorant, e mizekali të shpemiru, do të shigin. Brenda muajs, jo stomak s'do kini, po i dojni të lidhur duarte e këmbë, duke punuar, që keni coptuar Shqipërinë, që keni ndarë baba nga djali, motra me vëllanë, që keni bërë 7500, e më në fund veni jamini edhe kodrat edhe malet. E kërkon të hapën oligark. Unë them të gjithve, unë i kam emra me emra, po a them sot. Më dëgjoni me vëmendje ju të quajtur oligark. Dilni sa më shpejt. Se nuk do të njihet fytyra kur të dilin në burg, kur të hynin brenda në burg. Pamarësisht se Iliri është në burg. Po ju do punoni me këmbë e me duar me zinxhir. E nuk do arrini të takoni njëri, sepse do e gjyqtar, djem të rinj, intelektual, do e prokuror, jo si këta që më dalën aty 10-12 veta dhe thonë, po jo, spaku s'ka pun fare me këta gjyqtar. Unë do a them atyre gjyqtare kur i pam, e gjuar fytyrë, dje në shesh, edhe sot me çdo televizor, stacion, Flani, News 24, Top Channel, gjithë A2, i zjerë fytyrat e tyre, u hapën dosjet edhe i tuaja. Hapën dosjet tuaja si i keni marrë diploma, me plepa, sa keni paguar dhe kush i ka firmosur. Pa parsisht, se Berisha u ka firmosur dhe nanë.
por jo. Unë u bi thirrje të gjithë ju prokurorët, të gjithë ju gjyqtarët. Rini urt, dilni përpara, nuk do kini asgjë, sepse keni mashtruar shqiptarët. Sepse shqiptarët vinë për një cop avlli duke bërë, e xhirën nga gjyqi i pari, i dyti, i treti, i katërt, zbret përsëri. Ka 35 vjet që talleni me shqiptarët që kanë luftuar gjysht e tyre dhe niprat dhe stanipat e tyre. Erdhi koha shqiptar, mja u mashtrua. Nuk ka as pëde dhe as pëse që të dyja janë shpretka, qilizat e bolshevikëve, të spionëve, të mizave të kalit. O shqiptarët e mi, unë e di që jeni të torturuar. Unë e di që jeni në gjuhë po ngreuni. Jo të bëni demonstrat, siç mendon Berisha. Ai në fakt duhet të jetë dëmbush këto ditë. Që thotë do bëj demonstrat më datën 8. E pra, e patë edhe vetë. A është zgjedhje kjo e në kohën e Enverit? Thoshte dualëm 98% e fitovi Enveri. E fituan deputet, të quajtur deputet. U bë Axhilleshi përsëri, thoshi kryetari, e zgjodhi populli shkret, punonte në për kooperativat dhe për fermat në prekurudhat slev. Ashtu janë votuar. Pra, u erdhi koha të hidhni votën tuaj atje ku doni. Erdhi koha të bashkojni motër me vëlla. Erdhi koha të pajtohen bab e birë. Erdhi koha të vinë nga gjithë bota që janë shpërdar 6 milion e ca shqiptar që më 90-ën. Vetëm nëna Shqipëri janë 3 milion e gjysmë. Kaluan gjysmë milioni në Amerikë. Vetëm në Amerikë. Po ja pra si ai djali. Janë bërë tregtar, janë bërë inxhinier në Amerikë, janë bërë avukat në Amerikë, janë bërë profesor në Amerikë, doktor, kurse emigrantët që ka dalë në Francë, Itali, punojnë nga 2 punë, u hedhën dhe pasaportën, kurse në Amerikë i bënë në shtesë, pavarësisht se u hap propaganda, ca kohë më vonë, më para, që Amerika nuk i do shqiptarë, jo dashur shqiptarë. E them 100%, e them tamam seriozisht, Amerika i ka dyert të hapur 500 vjet për shqiptarë. Të vej kush të doj, të punoj, të hapi tregti si doj, por aman, ka punë. Ka punë dashur shqiptarë. Si ai djali që ka bërë 3 restorante, djali i ri. Nuk po ja them emrin sot, djali i ri, shumë shpejt, do t'je themi shumë njerëz emra që kanë bërë. Kam vajtu dhe 10-15 vjetë në Amerikë. Po ashtu, takova edhe një zotni nga Durrësi. Shumë djalë, 18 vjetë ka dalë më 90-ën. 80 më 90-ën. Ishte në Francë, 9 vjetë, së përparovi fare. Më hithin pasaportën. Është në Amerikë, 2 fëmijë, një vajzë e një djalë, me universitet të mbaruar, mjekësi, ekonomi. Zotnia punon, bos, ja pra përparimet që kanë bërë. Por me lot në sy më tha, jam nga Durrësi, nuk kam marrë asnjë tokën time. Më vdiqi nëna e baba, pa marrë tokën time. E pra, erdhi koha shqiptar, se kush do marri pasurit e tia, plus edhe ai që s'ka patru pasuri, do shpërndajen 97% të shqiptarët, vila, hotel, i kini ju shqiptarë, as një këmb i huaj nuk do ketë asgjë këtu. Jo me, e i them përsëri grekëve, para se unë të shkoj në zyrat, para për që t'i shërbej kombit edhe 13 ministra, i qeni të quajtur varre greke nuk do ketë në tokën e Shqipërisë. I qeni kryqet vend e pa vend, po ku ka vendin e saj, shqiptarët e din. Ne shqiptarët, feja jonë është ky flamuri, pavarësisht se kemi 3 fe.
musliman, katolik, krishter, ortodoks, është e njëjta. Por aman janë shqiptarë. Pra grek, ne do marrë me qamërinë e bukur. Pra ju shqiptarët e Maqedonisë, mos e përmendni me Maqedoni e Veriut. Ajo është Maqedonia e Shqipërisë, është Maqedonia e Aleksandrit. Ajo Kosova është Kosova e shqiptarëve. E shqiptarët, si Ramushi, me 2 vëllezër të vrarë. Pra, luftovi për të çliruar Kosovën, Shqipërinë, për të mbrojtur fëmijë, familjet e tyre. Pra, dashur shqiptar, unë do dalë në orën 6. Do t'ua shpjegoj më shumë në orën 6, shumë gjëra. Pra, mos mendoni se dalën 10-15 gjyktar e thonë i lirojmë nga burgu, jo shqiptar. Ata do hynë edhe ata në burg. Unë u them përsëri ndërmjet nga zyra ime po flas në këtë moment, sepse nuk kemi internet lart në televizor. I kanë prerë internet, po kanë marrë me qafe dhe lagjen këtu ku jemi ne. Se i presën dot ne. Po ja presën të tjerëve gjoja janë gabim, por aman do mbajmë përgjegjësi. E dini pse dashur shqiptar? Uno të veja është e Ballës, e gruas të Ballës. Të jeni të bindur të gjitha call center. Jo që do arrestohen. Do arrestohen dhe do dënohen me ligj ndërkombëtar. Jo vetëm kombëtar, edhe ndërkombëtar. Pse? Sepse në emër të tokës të Shqipërisë kanë mashtruar Evropën, kanë mashtruar botën, që u marrën para. Miliona dollarë në ditë, që i kanë këta të quajtur oligark, të quajtur deputet mizat e kalit. Ja pra e pat edhe pëdem, që u shkërmoq komplet. Unë, fjale fundit e them, të dashur shqiptarë që keni qenë antarët e thjesht të pëdes. E janë i zyra juaj, zemra juaj, është në zyrën qendrore të shpresës të kombit. Kjo është zyra juaj, e janë i shqiptarë, e janë i pisleqet që u kanë hedhur mbi kurriz, u kanë marrë pasurit, u kanë tallur juve. A i shgoni si zireni, del një zonjë nga doktore, nga Durrësi, do bëhem, thot kryetare, e nxuar jashtë. Del një djalë tjetër, edhe atë jashtë. Pa pamarësi se dele një e quajtur kokalari nga Amerika së shkurkushi. Por Berisha, ta kam thënë edhe më përpara, ata që ti u ke dhënë para si në Amerikë, e kudo i pasurove, ata të tërpruan më në fund. I gjithë kohën që ke qenë 30 e ca vjetë, kryetar, kryeministër, president, kryetar partije, të tërpruan. Ata që i more, që i afrove, sidomos ata që ke atë shehun që ke, doktor shehun, një matrapas, një i pa edukuar, pa marrësi se thot jam doktor, një i rinist të komunistave. Sali, të muar me qafë, të tërpruan më në fund në pleqëri. Hyre, fluturonje me krah si Skënderbeu, u tërprove kote fundi. Të tërpruan ata që i pasurove, që do mos një person që e mori në avion kër erdi, ka qenë në shkollën e kadetave, ka hapur një televizor, do të themi nesër o pasen se remrin e ti. E pasurove në Amerikë, a i s'ke buk të hante, erdi këtu të shante ty me letër shtëpije. E më në fund të erdi në demonstrat, qante tamam si do një fëmijë. E i shante policat e ndihmuan. Mirë ja bët, tamam ja bët, se u ka sharë. Pra Sali, mos dil me në televizor, dile thuaj shqiptarve, unë tërhiqem, dil që të tërpruan Sali, të tërpruan ke zonjën, ke vajzën, ke djalin, ke nipra, së niprat po të behe. Po të tërprojnë ata që të kanë patur afër. Dorzohu,
para se të arrestojnë. Shko vetë dhe burë dhe gjykatës i thuaj me jepni dënimin që unë e meritoj. Realitetin, kur ke ardhë në Tiranë, ke ardhë me pantalona shajaku, i themi ne, peleshi, i e bërë multimilioner, edhe del për para shqiptarve dhe u thua, bëjmë demonstratë kundra milionerve, ti je multimilioner. Pra, të dashur shqiptar, do shikojmë në orën 6, shkruani çfarë keni dëshirë, po vetëm gjatë ta mbani mend. Erdhi koha e shqiptarëve, erdhi koha e patriotëve, erdhi koha e intelektualëve, erdhi koha e të rinjve që janë jashtë. Dhe unë kënaqem nga zemra se atë djalin e ri që ka për restorant, do kenë hotele gratis, hotele do t'i kenë të rinj, intelektual, shpresa e kombit. Miru pafshin dashur shqiptar në orën 6, e mos vini veshin e televizore që thonë do t'i lorojmë nga burgu. Jo, dashur shqiptar, edhe ata do hynë, i fytyrat e tyre i hapëm dosjet që pardije. Janë gati edhe ata. Pra, të dashur shqiptar, miru pafshim në orën 6 në TV Shpresë. Nëse prap nuk ka internet, do arrim që të vej internetën time me anë e satelitit edhe në TV Shpresë. I kemi këto mundësi që nuk na pengon dot njeri ne. Pra, ne jemi me shqiptarë. Unë kam erdhur për ju. Misioni im është për ju, për të ngritur ju. Misioni im është për ju që t'i thoni botës, ne jemi shqiptarë, ne kemi këtë tokë, ne kemi këtë det, këtë diell të bukur, ne kemi 360 ditë, behar, dimër, gjera, vendim i bukur i do bëhet në botë, që do quhet Shqipëria e kufijve natyror, për plazh, për dimër, për çdo gjë dashur shqiptar, më malet e bukura që kemi. Pra, miru pafshim në orën 6 të dashur bashkëdhetar, ahere na shkruani, e nëse keni ndonjë pyetje më rëndësi, unë në orën 6 do t'u kthej përgjigje. Edhe fjalën e fundit e them, a jeni dakord me kushtetutën amerikane? A jeni dakord që këta të dënohen e të lidhen duar e këmbë e të punojnë gratis për pislletjet e tyre që kanë hedhur? A jeni dakord me 80 deputet, 41 senator? A jeni dakord që kryetarët e bashkisë të jenë intelektuale dhe të rinj, shpresa të jenë nga i vend, nga i lagji ku kanë lindur? A jeni dakord që kryetarët e komunës të jenë njerëz të rinj intelektual? Dhe a jeni dakord që çdo gjë të quajtur oligark, pasuria e tyre do të keni ju? Pasuria e tokës shqiptare që është larë me gjak e kanë shqiptarë, edhe nuk kanë asgjë armik ton shekullor, Franca, Grekët, Italianët, edhe francezët, edhe sërbët, jo me në tokën tonë. Miru pafshim në orën 6.